Hajde më shqiptar, kushta shef, nona ime, baba i viktumër. Viktumër se përna mojë zvarë, përna shesi për zgjalli. Përna shesi për zgjalli, o zot. I ka mërë quna, i ka fillu në quna, qëmë. Do e pagune, i psharop do e pagune. Mirë, një qytetar i rrituar, por... Vëllezëve dhe motrave të bashkohen me ne në këtë moment që kemi kaq vështirësi. Ta rrëzojmë atë kriminelin që po na pi edhe ka pirë dhe po se rrëzuam, a i do pi gjaku, do na pi gjaku të gjithve. I bej thirrjeve të gjithë pensionistëve të bashkohen me ne, mos të bien për 50.000 lekë të vjetra që a i ka thënë do të na japi. Në asnjë mënyrë, a i do t'i japi dhe prap do t'i marri ditën tjetër. Prandaj, të bashkohemi, sonde, nesër më shumë, ta heqim zvark të kriminel. Edi Ramën, Ballukun, Taulat Ballën, Sali Berishën, të gjithë të parlamentit, të japin llogari këtu, në qoftë se ata ishin pasur dhe s'ka futur dorën në xhepin e popullit, të dalin këtu e të japin llogari, se populli po dërgjet edhe për gjithë shqiptarët. Nga diaspora kam ardhur dhe kam 10 ditë bashkë me ju, dhe do jem derisa ta heq zvarra të kriminal. Faleminderit shumë. A e pat besin televizor me unë thyrë, ma e pat shokun tonë, më i thyrë në undër këta. Qa 100.000 lekë që i thoni, më i thyrë në undër. E pat televizor bes ka imi, më i thyrë në undër. Kush është turni dytë, vi, ta leni punën, vini këtu të gjithë, i thyrë në undër. Qa ishtë të po? Po njëri për protestuzë dhe shoku visuar Dalipit, i thyrë në undër e arrestur më. Leni mërë punët fare, më së të ramundsaj zoti punë më të mire më. Më besë në vini këtu, për qunat vini këtu. Ka 31 protesti për në Osman, nuk e di më dëgjon, shohim që është Adriatik Lapaj mes protestuesve, por duket se ka edhe një si moment tensioni, çfarë? Nuk e mirëpresin, duan ta largojnë apo çfarë? Kam përshtypjen se disa prej protestuesve duan që ta largojnë pra Adriatik Lapajn, teksa ajo është bashkuar protestuesve, disa mbështetës që ndrojnë po ashtu në krahun e tij, teksa të tjerë janë duke kërkuar që të largohen, të tjerë janë kërkuar që të qetësohen dhe të mos merren me njëri tjetrin. Dhe ovacione mundohemi të kuptojmë, me sa duket kërkohet që të largohet Lapaj nga disa prej protestuesve, disa të tjerë kanë të kundërtën e kësaj. Për të përqartë. Presim Ne pak. kemi ardhur të merremi me parlamentin, dhe ta merrem me njerëzit që janë këtu. Nuk ka fajin, as Adriatiku, as Arlindi dhe as Agroni. Fajin nuk ka ata 120 deputet që janë aty brenda. Mos krijoni përçarje, na jepni mbështetje të gjithë bashkë, të bëni thirrje të mblidheni sa më shumë. Faleminderit. Nga dhe këto tensione që krijohen mes protestuesve. Janë shtuar në numër, Osman, nga minutin minut shtohen në numër, a? Ka një shtim të protestuesve, duke qartë nga numri fillestar që ata ishin. Mundohemi të kuptojmë se çfarë po thuhet aty, po edhe pse është e vështirë sepse ka thirrje, ka ovacione. Lene dhe mos e injorojnë më punë. Hajde rikë!
Nuk e di nëse është e mundur të lidhe me Osmanin tani se çfarë po ndodh sepse ka situatë tensioni përsëri, por nga se është shkaktuar Osman. Presim pak momente, sepse edhe Osmani është në mes të protestuesve. Përpiqemi të lidhem me Osman Stafën me të qenë e mundur sepse është në mes të protestuesve tani, por për të kuptuar se çfarë ishte ai moment tensioni pak më parë, çfarë po kërkojnë protestuesit dhe çfarë u bisedua në çastet ku ishte Adriatik Lapaj. Osman, e ke të mundur në këto çaste për të lidhur me studion? Më dëgjon? Me sa duket nuk dëgjon Osmani për momentin, nuk është e mundur lidhja drejt për drejt me të. Jo, ja tek është Osmani tek sa bisedon me protestues. Ndoj të lidhem edhe njërë me Osmanin. Osman, më dëgjon tani? Të lutem më përcjell çfarë ndodh, çfarë po thuhet tani në fund dhe çfarë ishte ai moment tensioni pak më parë. Pra pati një moment tensioni me praninë Adriatik Lapajt në protest, pasi disa prej protestuesve kërkohen që ai të largohej. Adriatik Lapaj ende nuk është larguar, është duke qëndruar me disa prej mbështetësve të tij, teksa edhe protestuesit e tjerë janë qetësuar, por pati edhe një situatë me disa prej mediave të cilët ishin duke filmuar atë moment debati mes protestuesve që nuk donin Lapajn dhe vetë Lapajt apo edhe mbështetësve të tij, dhe ata kërkuan, disa prej protestuesve kërkuan që mediat mos filmonte asgjë, e për këtë arsye pati edhe një lloj prekje të operatorëve apo edhe gazetarëve të cilët ishin duke filmuar, duke i shtyr ata, por që aktualisht situata është shqetësuar. Patjetër që